Historia e vërtet e gjeniut që mbeti në pjedestalin e muzikës klasike, Ludwig van Beethoven. Ai nuk pati një fëmijëri të zakonshme, në shtëpinë e tij nuk kishte dashuri, vetëm disiplinë dhe presion. Babai i tij, një alkolist, nuk kërkonte djalë, kërkonte një njeri që të performonte përpara botës. Ai e zgjonte natën fëmijën e ulte mbi piano kur çdo fëmijë tjetër pushonte. Qortimet ishin të ashpra, përqafime nuk ishte, por muzika u bë një streh dhe një burg. Nga ajo fëmijëri, Ludwig mbajti një tingull të brendshëm të frikës dhe disiplinës. Në një moshë të re, adoleshent, humbi nënën, të vetmen pasuri që kishte. Tani ai u bë mbështetësi i familjes, duke u detyruar të rritet para kohe dhe të kuptojë një dhimbje pa patur kohë për ta vajtuar atë. Kur u zhvendos në Vjenë në 1792-shin, muzika mbizotëroi mbi ashpërsinë e jetës. Ai ishte i ri, rebel, i talentuar. Qyteti e pranoi menjëherë. Por pastaj erdhi dhimbja më e madhe, dëmtimi i dëgjimit. Tingujt filluan të zbehen, zërat të largohen. Për një muzikant, kjo është sikur t'i shuash diellin. Në 1802, ai shkroi testamentin e Heiligenstadt, një letër që nuk do ta dërgonte kurrë. Aty rrëfeu se kish menduar deri t'i jepte fund jetës, por një premtim e mbajti gjallë, do të vazhdonte të jetonte për muzikën. Dëgjimi i tij nuk ekzistonte më, por muzika jetonte brenda tij. Ai filloi të kompozonte duke dëgjuar vetëm me zemër dhe shpirt. Çdo notë lindi nga heshtja e brendshme dhe nga ajo heshtje dolën kryeveprat e tij më të mëdha. Simfonia e 5, e 7 dhe e 9. Në premierën e simfonisë së 9, Beethoven qëndroi para audiencës i shurdhur. Nuk dëgjonte duar trokitjet që përshkallëzoheshin në një val emocioni. Qindra njerëz qëndronin në këmbë, me lotë në sy duke duar trokitur. Ai nuk dëgjoi asgjë, por atë natë kuptoi se diçka e jashtëzakonshme, muzika, kishte gjetur rrugën drejt botës, pa kaluar përmes veshëve të tij. Beethoven ndërroi jetë në 1827, në moshën 56 vjeç. Nuk ishte një njeri i qetë, ishte një njeri i vërtet që mbante në vete jehonën e një fëmijërie të vështirë, vetminë dhe heshtjen, dhe të gjitha këto i ktheu në fuqi që ka përcyer shekujt. Historia e tij na tregon se madhështia nuk lind nga privilegji, por nga aftësia për të mos u shuar, se edhe në errësirën më të thellë një dritë mund të lindë, dhe muzika e shpirtit, nëse e dëgjon me vërtetësi, nuk ndalon kurrë së foluri.